Rastet e të prekurve me HIV/AIDS në Shqipëri ka njohur rritje të shpejtë, ku vetëm në 11 muaj rezultojnë rreth 75 raste të reja. Shifrat u bën publike nga Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj në ditën botërore të HIV/AIDS, ndërsa mori pjesë në marshimin e organizuar në kuadër të kësaj dite në Shkodër. Pra nëse në Shqipëri kemi që nga vitin 93, kur është zbuluar rasti i parë 774, 10% i kemi vetëm në këto 11 muaj, dhe për fat keq 5 prej tyre janë fëmijë. Të paktën duhet jemi të vetëdijshëm që mund të testohet në Shqipëri, mund të identifikohet, analiza për të qëllim janë falas për çdo, por gjithashtu falas është dhe trajtimi në rast sëmundje. Dhe ajo që bashkërisht duhet të zhvillojmë është të luftojmë stigmën ndaj kësaj sëmundje. It's a celebration that is taking place. Ky është një rast i mirë për të festuar arritjet për parandalimin e HIV/AIDS-it dhe njëkohësisht për të menduar se si do ta mbajmë premtimin ton për vitin 2030. Jemi të gatshëm të vazhdojmë të mbështesim dhe të bashkëpunojmë me qeverinë shqiptare për të parandaluar dhe për të ofruar mbështetje për personat e infektuar me HIV/AIDS. Rastet me transmetim vertikal nga nëna tek fëmia janë në rritje. Ky është momenti që të forcohen sistemet shëndetësore dhe të alokohen burimet e nevojshme në mënyrë që kjo gjë të parandalohet. Në Lezhë këtë vit janë raportuar 2 raste të reja me HIV/AIDS, ndërsa në Berat, përveç 7 rasteve të reja janë shënuar 4 viktima nga sëmundja. Gjithashtu të sëmurë janë diagnostikuar edhe në Kukës, ku në 3 vjet njihen zyrtarisht 12 raste. Në Devoll përmes marshimit në bulevard, të rinjtë e Bilishtit apeluan për të thënë stop marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Ndërkohë, vetëm për këtë vit në qarkun e Elbasanit regjistrohen 5 raste të reja të prekura nga SIDA, përkundrejt 46 rasteve në total që regjistrohen vetëm në 3 vitet e fundit.